Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin politik, atë që po ndodh aktualisht pas zgjedhjeve të 11 maj, teksa opozita dhe kreu i saj Sali Berisha kërkon po themi që të hidhet dritë mbi manipulimin sipas tij të votave, ndërkohë nga ana tjetër Partia Socialiste shkon drejt qeverisjes ose më saktë qeverisi do të krijojë në mandatin e 4 duke nisur nga shtatori e tutje. Për të folur për gjitha këto, por edhe çështje tjera të aktualitetit, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaxhe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Islami, si e keni parë aktualitetin politik të këtyre ditëve, duke qenë se Edi Rama ka rënë pothuajse në një heshtje, ndërsa sot është rikthyer duke thënë se ka qenë i surprizuar që nuk e kishte menduar ndonjëherë që populli do ta kuptonte apo mirë kuptonte kaq shumë në atë që ai ka bërë për të në këto 12 vite qeverisje. Në fakt ka të drejtë, populli e ka kuptuar jashtëzakonisht mirë që ai ka 12 vjet që po shkatërron Shqipërinë, po shkatërron vlerat shqiptare, po shkatërron vlerat kulturore, po shkatërron ekonominë, po shkatërron gjithçka. Populli e ka kuptuar shumë mirë. Ashtu si kundër ka kuptuar që ai ka krijuar një klik banditësh rreth vetes, me të cilët mashtron, gënjen dhe bën një propagandë siç e bëjnë gjithë diktatorët. Kështu e ka filluar Hitleri atë propagandën, kështu e vazhdoi Franco në Spanjë, kështu e vazhdoi Mussolini, kështu e vazhdoi Enver Hoxha, kështu punoi dhe Stalini me propagandë, sepse dëgjoj të nderuar shikues, nuk mund të marrë pushtetin diktatura pa një propagandë të llaftarshme që të mbush mendjen njerëzve, se diktatori nuk e do njeri, por këta diktatorën e veshin me fjalët më të bukura, duke kaluar ujtë në rrogos dhe mjerë populli shqiptar që i beson këtij mashtruesi, këtij sharlatani, këtij njeriu të paskrupull, këtij njeriu të pacip, të pander, pa moral. Ky s'ka asnjë gjë njerëzore, por ka gjetur një shtrat të ngrohtë sepse aleatët tanë perëndimor rrinë bëjnë sejir, europianët nuk diskutojnë fare që janë me të, ata LGBT-qët, madje u dërgoi dhe ministren e shëndetësisë që të shoqëronte LGBT-qët në bulevard, i shoqëronte se mos psonin gjë ata, atë si e quajnë atë Albana Osmani, si e quajnë atë. Dhe ndërkohë populli shkret po vuan të zitë e ullirit. Edi Rama nuk do dhe nuk ka bërë asnjë përpjekje që të caktoj minimumin jetik. S'ka asnjë vend të botës pa minimum jetik. Edhe zullut e Afrikës e kanë një minimum jetik. Shqiptarët nuk kanë, shqiptarët nuk ndihen, sepse u bien parat fëmijët e tyre nga perëndimi dhe mjerë ato familje që kanë djemë dhe vajzat jashtë, që jo vetëm nuk i lënë rehat, po u heqen dhe bukur nga goja atyre, atë copë bukë që marrën ata e ndajnë përgjysëm me prindrit e tyre këtu në Shqipëri. Këtë ka bërë Edi Rama dhe këtë po vazhdon të bëj. Lidhur me zgjedhjet, këto qenë një turp i radhës, se zgjedhjet kështu janë bërë Shqipëri, të turpshme dhe të pista, të pandershme, të vjedhura. Të dy palët vjedhin njëra tjetrën. Dhe të dy palët, që janë një palë në fakt, vjedhin dhe të njëri tjetrit brenda grupit të tyre politik, si PD dhe PS. Kështu që mua nuk më ka surprizuar asgjë në këto zgjedhje. Këto janë turp i radhës, asnjë më shumë, asnjë më pak. Si mendoni, ku po shkon Shqipëria teksa Edi Rama ka marrë tashmë mandatin e 4 dhe opozita nga ana tjetër nuk i njeh këto zgjedhje, ndërkohë në shtator e tutje do të krijojë qeveria e re dhe Edi Rama do të drejtojë vendin edhe 4 vitet e ardhshme. Njëherë nuk di të ketë marrë mandat për të krijuar qeveri akoma, sepse zgjedhjet nuk janë njohur. Amerika nuk ka folur për zgjedhjet. Ambasada amerikane nuk ka folur për zgjedhjet. Tha që bëhet zgjedhje të qeta, po ajo s'jas mish as peshk dhe askush nuk e mori vesh atë deklaratë amerikane. Megjithatë, ata e dinë vetë punët e tyre, ne nuk kemi mundësinë, as të drejt, as mundësi të
të kërkojmë llogari ose të korrigjojmë. Por qëndrimi oportunist i ambasadës amerikane lë shumë për të dëshiruar dhe i jep çon ujë në mullin e Edi Ramës, çon ujë në mullin e hajdutëve, të kriminalëve, të bastardëve, të kusarëve, të oligarkëve që vjedhin ditë për ditë pronën, djersën dhe gjakun e shqiptarëve. Pra, unë i bëj një kërkesë publike ambasadës amerikane. Dhe nëse është e mundur, t'ja dërgojnë dhe Departamentit Amerikan të Shtetit. T'ja dërgojnë dhe presidentit Trump. Çfarë do bëhet me Shqipërinë? Çfarë do bëni zotrinj amerikan me këta hajdut që kemi në krye? Do vazhdoni të bashkëpunoni me ta? Po bashkëpunoni me ta, jeni dhe ju si këta. Se unë jam mësuar që t'i them gjërat ashtu siç i mendoj. Po qëse nuk vazhdoni me këta, atëherë i tregoni vendin dhe bëjeni, hapini rrugët popullit shqiptar që të votojë lirë dhe të ndërtojë Shqipërinë. Po si mund t'ja tregoj vendin Edi Ramës Amerikan në këtë rast? E ka në dorë dhe ose kuptoj pse zgjat. Edi Rama është i dënuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edi Rama është një super kriminal që ka korruptuar dhe ka bashkëpunuar me McGonigallin, i cili është dënuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Edi Rama është rrezik dhe për Amerikën me ato miliarda që ka. Këtë e di mirë Amerikanë. Prandaj po më bën përshtypje heshtja e tyre. Qëndrimi i tyre sikur s'ka ndodhur gjë fare në Shqipëri. Shqipëria po zgjen orë njerëz. Shqipëria është boshatisur. Në Shqipëri s'kan mbetur më krah pune. Nuk kanë mbetur më profesionist. Nuk kanë mbetur njeri. Kanë mbetur vetëm pleqt, të cilët në këtë vap të mesme që filloi, gjysmën do reduktohen. Në këtë rast, ju si e shikoni rolin e Shtetet Bashkuara të Amerikës? Cilat janë ato hapa që duhen ndërmarrë konkretisht kundrejt Edi Ramës dhe qeverisë së tij, duke qenë se nuk ka folur literalisht për zgjedhjet e 11 majit në kuptimin që t'i adresohet konkretisht Edi Ramës? Pra, e thash, është një qëndrim tërësisht oportun. Ose nuk kanë kohë dhe kanë halle të tjera të mëdha në brenda vendit të tyre, sepse shikojmë që kanë filluar meksikanët e Kalifornisë të ngrihen dhe të kundërshtojnë politikën e presidentit Trump, dhe kuptohet që kjo nuk u krijon lehtësira që të merren me neve, ose janë dakord me çka bër Edi Rama, gjë që nuk dua ta pranoj dhe nuk do ta besoj. Si e shikoni atë që po kërkon Sali Berisha kundrejt po themi qeverisë, e cila sipas tij ka manipuluar zgjedhjet e 11 majit, ndërsa ai e ka veshur veten pra me atë petkun, duke i quajtur se ai ka marrë mbi supe një mision epik për të zbardhur krimin zgjedhor, siç e quan ai, të 11 majit. Atë krimin zgjedhor të 11 majit ai zotëria e ka bërë në 26 maj të 96-s. Dhe nuk ka gojë të flasë Sali Berisha. Jo, nuk ja kanë... Ora ti Sali Berisha s'ti ka vjedhur njeri votat. Nuk votuam ne për ty, se nuk të dua më të shohëm atje në krye. Se je bër si ajo leske palar. Kështu je bër. S'të beson më njeri, zotëri. Ti vetëm gënjen, ti vetëm mashtron. Ke vjedhur sa deshe, ke mashtruar sa deshe, ke bër krime sa deshe, dhe s'ke dhënë llogari. Dhe unë lidhur me këtë, prapë i drejtojmë ambasadës amerikane. Ambasada amerikane të detyroi SPAK-un, që është krijese e Amerikës, të detyroi dhe Byron Kombëtar të Hetimit dhe gjykatën kundër krimit dhe korrupsionit të arrestoi dhe të gjerë para bankës të akuzuarve Sali Berisha, se kemi miliona prova dhe fakte për ta gjykuar. Hapna një rrugë të shikojmë për çfarë do i gjykojmë Sali Berishën. Po me sa duket u ka shërbyer juve, se prapë do t'i them jashtë dhëmbëve ato që mendoj, dhe mendoj që shpreh mendimin e tërë shqiptarëve të ndershëm. Me sa duket Sali Berisha juve u ka shërbyer, u ka punë për ju se në që mënyrë dhe ku dhe si u ka shërbyer, por mbrojtja që bëni ju, heshtja juaj është heshtje vrastare për jetën dhe për lirinë dhe për demokracinë në Shqipëri. Nga ana tjetër, si e shikoni rolin e SPAK-ut kundrejt Sali Berishës, i cili së fundmi është padytur vetëm për shpifje dhe nuk ka një hapje të dosjeve konkrete për cilat ai ka mbi supe, pra ato barra të rënda që janë shoqëruar dhe me akuza politike, duke nisur që nga tragjedia e Gërdecit, 21 janari, apo firmat piramidale, siç e keni shprehur dhe ju më parë. SPAK-u, zotëri,
ta dinë të tërë shqiptarët, është tërësisht në dorët e Edi Ramës. Dhe Amerikanët s'kanë asgjë në dorë në SPAK, të mos gënjejnë vetëm. Deri tani Edi Rama u ka treguar bryllin Amerikanëve me SPAK-un. SPAK-u zotëri nuk është e Amerikanëve, nuk qenë ka e Amerikanëve, jemi gënjyer. Ose të zbatojnë ligjin. Ne nuk kërkojmë të bëjmë mrekullira ata prokurorët e SPAK-ut dhe gjykata kombëtare, gjykata kundër krimit dhe korrupsionit. Ne kërkojmë që Sali Berisha të akuzohet për të gjitha ato krime që janë deklaruar në publik. Ne kërkojmë që Edi Rama të gjykohet, të arrestohet dhe të gjykohet, se kështu na u tha. Do bëjnë arrestime, kështu tha i misionari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, shqiptaro-amerikani profesor Pëllum Pilinci. Tha që do bëjnë arrestime dhe do shkojnë në Burg të Tërës, bërë gati dhe burgojrecit e tjera. Ne këtë po presim. Dhe unë pak shpresa kam që mund të ndodhë. Sepse e di që Amerikanët një dorë që nuk e kafshojnë e puthi. Prandaj jam kaq i kategorik në këtë fjalë që them dhe në këtë mendim që kam, që Amerikanët duhet i dalin zot çështjeve në Shqipëri dhe popullit shqiptar. Ne jemi 97% pro-amerikan zotëri. Me këtë qëndrim që po mban Amerika, me këta kriminal, ne po na lëkund besimin shqip, troç fare. Ndaj zotëri amerikan, dilin i zot Shqipërisë, dilin i zot vendit, dilin i zot shqiptarëve, sepse shqiptarët i keni lënë deri tani në duar të kriminalëve. Të kriminalëve si Sali Berisha, Edi Rama, e të tërë ata banditët që kanë rreth vetes ata të dy. Si mendoni, a do ketë forcë SPAK-u që të godas këtë klasë politike për t'i dhënë fund të gjithë shkaje që kjo klasë politike ka kapur për gjatë 30 e ca viteve të sistemit demokratik, pra për të goditur pikërisht në aspektin ekonomik të kësaj kaste politike, por edhe për t'i nxjerrë jashtë nga tregu politik? Dgjoj, njerë të mos gënjejmë veten, demokracinë në Shqipëri nuk ka. Ne na kanë lënë të lirë, kanë lejuar dy gjëra, të flasim, të grim sallat dhe të ikim jashtë shtetit. Po demokraci s'ka, se demokracia fillon që tek minimumi jetik që bëhet për qytetarët. Demokracia fillon që tek unifikimi i çmimeve që të përballohen nga pagat dhe nga pensionet e qytetarëve shqiptarë. Ne kemi çmimet më të larta në Europë, duke qenë vendi më i varfër në Europë. Ky paradoks e din këta zotërit e ambasadës amerikane, prapë atyre po u drejtohen. E dini këtë zotëri, e dini këtë paradoks ju, i shikoni çmimet, i shikoni të ardhurat e shqiptarëve, shkoni në listën në borderot e pensioneve, të shikoni me çfarë jetojnë pensionistë shqiptarë. Jo zotëri, ju po e mbani këtë klik gangsterësh dhe hajdutësh të pushtetit në Shqipëri. Ju zotëri të perëndimor, ju në radhë parë amerikanë dhe pastaj këta LGBT të Evropës që nuk i llogarisim fare këta, ne shpresoj kemi të Amerika, se po tjetë për këta ne dim, janë pa ata evropianë që e coptuan Shqipërinë në 1913. Janë pasardhësit e tyre, është pa ju politik, është gjithçka në funksion të planeve që kanë bërë ata në 1913. Ndaj ne kërkojmë ndihmën e Amerikës. Ndaj ne shpresojmë që Amerika të vërdorë Shqipëri. Ndërkohë, një personazh tjetër i rëndësishëm i politikës është edhe Ilir Meta, ndaj të cilit pasi u ngritën 3 akuzat zyrtare ndaj tij dhe u mor zyrtarisht i pandehur, SPAK ka zgjatur me 6 muaj hetimet ndaj Ilir Metës. Çfarë po ndodh konkretisht mes Ilir Metës, SPAK-ut dhe politikës? Pse SPAK-u nuk po vepron konkretisht kundrejt figurës së Ilir Metës, por zgjat hetimet dhe duke ngritur shumë pikë pyetje. SPAK-u zotëri është në shërbim total 100% të nomenklaturës kriminale që po qeveris Shqipërinë politike. SPAK-u ju shërben tërësisht atyre 100% dhe të dalë zoti Dumani dhe të më thotë që nuk është kështu. Ose të na jap llogari pse nuk bën arrestimet, ose të na jap llogari pse nuk e akuzon Sali Berishën për ato që duhet akuzuar, sepse është boshatisur Shqipëria, janë shkatëruar 500 e ca uzina dhe fabrika. Kush i shkatëroi? Ata që shkatëruan janë këtu, që nga 92 deri më sot. SPAK-u për këtë u ngrit, ne këtë mendonim. Pra, na kanë hedhur i syve. Zotëria amerikanë, me SPAK-u na keni hedhur i syve. Ne nuk ju besojmë më për SPAK-un. Ne keni ndonjë mundësi tjetër
të vini dorë dhe të bëni drejtësi në Shqipëri, të vendoset drejtësia dhe ligji, mirë bëjeni. Në mos po dilni thuajini hapur se e kemi kuptuar, po nuk po na e thoni. Do ishte mirë të na e thoshit troç. Nuk na bindet e dira, mas kemi që bëjmë dhe kaq. Si mendoni pse SPAK-u është marrë me akuza kaq të lehta kundrejt Ilir Metës, ndërkohë që nga ana politike ai është akuzuar edhe nga vetë Berisha si njeriu që ka vjedhur Floririn? Më duket se sa po e thash. Ta janë të tërë bashkë, janë një bandë. Se ku kanë ndryshuar Ilir Meta nga këta të dy të tjerë? Ilir Meta ka shkuar si një herë ka shkuar në pushtet me Edi Ramën, pastaj ka shkuar po në pushtet me Sali Berishën. Pra ka qenë gjithë një pushtet. Këta janë të tërë bashkë, zotëri. Unë po them, janë të tërë Partia Komuniste e Punë Socialiste e Shqipërisë. Janë po komuniste në veri. Është zbatimi 400% i Katovicës Ramizalis që tha pronën dhe pasurinë në Shqipëri do ta mbajmë ne se ne kemi ndërtuar, ne do ta trashëgojmë. Këto ai ka thënë se a çik fare. I ka thënë fare pastër. Pse nuk veprojnë amerikanët këtë s'po na thonë. Unë prandaj po i ripyes prapë, zotëri amerikanë. Këto i kanë thënë këta dhe po i bëjnë këto që kanë thënë. Po i bëjnë. Po e vjedhin Shqipërinë, po e boshatisin, po e shkatërrojnë, po bëjnë çudo qefi. Dhe ju rrini atje te rruga Elbasanit, jeni rahat ju zotërit ambasadës, megjithëse personali i ambasadës është shqiptare, me komunistë shqiptar, tu a themi dhe këtë ta din, dhe kanë përzënd edhe një të vetëm që atje i përndjekur politik para ca vjetësh e nxorën sa nuk e lanë ashtu ndë brenda të nesëmen. Sa e morin vesh që ai kishte qenë i përndjekur. Pra këtë duam të bëjnë amerikanë. Ne bëjmë. Nëse bëjnë kurrë mos e bëfshin e ne, do t'i nështrojmë fatit tonë si da këtë një madhizot pastaj. Zoti Islami, gjykata e posaçme e apelit ka lënë në fuqi masën e arrestit me burg kundrejt Erion Veliajt, i cili kishte kërkuar një masë më të zbutur edhe në shkëmbim të një garancie pasurore. Nga ana juaj, si shikoni si profesionist i kësaj fushë, çfarë po ndodh me Erion Veliajt dhe a do të jetë Erion Veliaj një nga elementët politikë që mund të hakmerret kundrejt Edi Ramës? Si mund të hakmerret Erion Veliaj Edi Ramës? Ka vetëm ndaj Edi Ramës, ka vetëm një mundësi të flasë. Po e nuk flet sepse në makinë botërore ekziston kodi heshtjes quhet. Dhe ata nuk mund të flasë sepse e di që po foli do t'i zhduket familja, do t'i zhduken e kërcënojnë me djalin, me gruan, me mëmën, me vllain, se është në burg ai nuk reagon dot. Ai po të flasë Erion Velia bie komplet e tërë kjo klasë politike. E tërë bie. Mirë po Erion Velis nuk e garanton njëri familjen që të flasë Erion Velia. Dhe të bëj këtë SPAK-u, garantoni, siguroni familjen e Erion Velis, zotërin të SPAK-ut, sigurojeni familjen e Erion Velis, dhe i thoni të flasë të vërtetën se Edi Rama nuk ka vjedhur asnjë gjë pa dorën e Erion Velis, pa firmën e Erion Velis. Pra Erion Velia është Chelsea dhe mbajnë atje në kafas me qëllim që të mos flasë, derisa të shikojnë si do vend punën. Erion Velia është tamam nguri themelit në pikën e korrupsionit, në ndërtesën e korrupsionit në Shqipëri. Ai i ka transferuar lekët në një dorë të tjetra, në një grataciel të tjetri, nga një oligark të tjetri. Ne kemi miliarderë që për 30 vjet kemi miliarderë për 30 vjet zotëri. Bota si ka miliarderë për 100 vjetë, 200 vjetë, nuk janë bërë dot miliarderë. Në Shqipëri këta bastard u bën për 30 vjet miliarderë. Dhe Amerika rishikon. Qa presimojnë Shqip, troq, Amerikanët po na gënjejnë dhe tani. Unë a them pa doreza, po na gënjejnë zotëri. Ose merr një masa kundër dhe vini demokraci në Shqipëri, na ndihmoni, na bëni shtet të 51 të Amerikës, ose hiqni dorë dhe na leni ta zgjidhin vetë fatin tonë pasaj. Se ne dim dhe ta zgjidhin fatin tonë. Po na e keni prerë duar e këmbë deri tani. Pra, unë a lejni ta zgjidhin vetë, se ka dim akoma Shqipëria që të tregojnë vëndin këtyre gangsterëve, këtyre banditëve. Zoti Islami, a parashikoni një lirim nga burgu të Erion Veliajt dhe një rikthim të tij në politikë? Rikthim të tij në politikë nuk besoj se do ketë më, po dali nga burgu mund të ketë nëse paguan, nëse i jep ato që i kërkojnë. Se nga burimet e mia, nga
të dhënat e mia që kam në njerëz të ndryshëm, më thonë që Erion Velia mbajt në bukë se nuk u ka dhënë aq para sa i kërkoi. Të kalojmë në një temë tjetër ku para pak ditësh u luajt në Shqipëri ndeshja midis Shqipërisë dhe Serbisë, por ka ndodhur episode të caktuara pavarësisht se atmosfera ishte mjaft e ndezur edhe po themi gjithçka shkoi e qetë, por ka pasur episode të tilla ku janë hequr simbolet e ushtrisë shërbimtare të Kosovës nga stadiumi, madje edhe persona të cilët, pra tifozë të cilët kishin vendosur në bluzat e tyre simbolet e UÇK-s janë nxjerrë nga stadiumi nga policia shqiptare. Ju, si një njeri i cili keni mbrojtur kauzat shqiptare në shtetin grek, si e cilësoni një veprim të tillë? Tradhtia nuk ka yll në ballë, as shenjë. Kjo është tradhtia e politikës shqiptare dhe e qeverisë shqiptare. Kjo është paturpësia e këtij bastardi që qeveris Republikën e Shqipërisë, Edi Ramës. Që të heqet, të ndalosh djemt, tifozët kosovarë të mbajnë në bluzë, në trup, veshjen me siglën e UÇK-s, kjo është tradhtia se nuk ka që bën më shumë. Ne, po në qeverisë, ajo parti që ka krijuar Dušan Mugosha dhe Miladin Popovici dhe këta janë detyruar, sa t'jenë në pushtet këta do bëjnë politikën sërbe në Shqipëri dhe greke, ka marruar ajo punë. Këta nuk dalin, sepse i kanë firmat atje, i kanë firmat të depozituara, që nga Kolashi Gjirokastrës Enveri, edhe deri të këta fundit. A nuk e keni parë sa paturpsisht, sa pacipsisht, sa në mënyrë kriminale përqafon Vučićin Edi Rama çaka? Dhe poeti kosovar ka bërë atë poezinë e vogël që thotë më erdhi në botën vras si djalit, kur shikon atë pamje të vështirë, të ndyrë, të tradhtisë, aq të hapur të Edi Ramës. Këta janë zotëri në shërbim të Serbisë. Në Serbi, kur vajti skuadra shqiptare, shkruanin gjithandej Kosovo je Serbia. Pra Kosova është Serbi. Atyre u lejohet dhe nuk u thot gjë FIFA. Nuk thot gjë këta LGBT-qët e Evropës. Për shqiptarët ndalohet. Dhe di pse ndalohet, ta them këtë që sua kam thënë deri tani se shumë herë keni pyetur dhe e kam ruajtur si për të mos më akuzuar si njeri fetar. Zotëri, shqiptarët nuk i duan se në pjesën më të madhe janë muslimanë. Sërbët janë të krishterë, pavarësisht se janë katolik apo musliman, apo ortodoks, po janë të krishterë, si sërbët, si italianët, si francezët, si gjermanët, si anglezët, janë katolik, zotëri, janë të krishterë. E mbrojnë njëri tjetrin në aspektin fetar, dhe kjo është mbështetje që i japi. Dhe prandaj ne nuk na do Evropa, se ne jemi musliman, por ne do mbetemi do mbajmë atë fe që duam, dhe të përcasin evropianët dhe kushdo që ka inat. Edhe pse nga ana e tolerancës fetare jemi një shembull që duhet vlerësuar për vetë Evropën. Më nxore në shteg një fenomen që ndodh në TikTok. Merrni shikojeni, janë disa lajke që mblidhen 4-5 veta katolikë dhe kanë hapur një luftë të jashtëzakonshme kundër fesë islame në Shqipëri. Duke fshehur qëllimin e vërtet, duke fshehur që ta heqim këtë fesë në ka sjell turku. Zotëri, ne jemi në Shqipëri, nuk kemi në Turqi. Unë do vesh atë kostum që dua, do të thot, do mbaj, do besoj në atë fe që më do qefi mua. Dhe nuk mi urdhër ti, apo ai tjetri. Dhe s'kam që të thonë të kthehemi në origjinë, dhe origjinë quajnë kur shqiptarët ishin të krishterë, po para se të ishin të krishterë, çfarë ishim? A kishim një origjinë? A kishin grekët 12 perëndit e Olimpit? Ata kishin dhe pellazgët tanë. Ky uniteti i tre feve në Shqipëri, ata kanë halë në sy, zotëri, unitetin e tre feve në Shqipëri. Duan me çdo kusht të na përçajnë. Janë përpjekur me shekuj për ta bërë këtë punë, se kanë arritur dot, tani vazhdojnë prapë. Zoti Islami, si është e mundur që nga një anë Edi Rama kërkon lirimin nga burgu i Hagës të Hashim Thaçit dhe nga ana tjetër hiqen simbolet e UÇK-s nga stadiumi
Air Albania ku luajt ndeshje midis Shqipërisë dhe Greqisë, dhe Serbisë. Edi Rama ditën kërkon lirimin e atyre nga burgu, natën punon që ata të mbeten në burg. Janë futur në burg udhëheqësit e UÇK-s. Kam një pyetje për kosovarët, për median kosovare. Nuk di, këta kanë shkuar për krime kundër shqiptarëve të Kosovës apo kundër serbëve të Jugosllavisë. Nëse këta akuzohen për krime kundër serbëve të Jugosllavisë, ta duhet dalin nesër me njerë, sepse nuk krahasohen, dhe nëse kanë vrarë 1 apo 2 apo 5, nuk krahasohen me mira që kanë vrarë dhe janë vetëm të pa adres janë 1500 të zhdukur në Serbi. Dhe nuk flet ky bastardi ynë, Edi Rama. Ato të kërkoj ky t'jepet të gjendër ku janë 1500 djeme dhe burra kosovarë. Pra i shërben atyre, i shërben antikombëtarëve, i shërben anti-shqiptarëve. Edi Rama duhet të zhdukur njerën parë nga politika shqiptare. Si mendoni, pse e ka një qasje të tillë Edi Rama, duke qenë se dhe bashkëpunimin me Kosovën, konkretisht me Albin Kurtin, nuk e ka në atë nivel që do të duhet ishte? Po është antikosovar ky Edi Rama, është anti-shqiptar, nuk e do Kosovën. Edi Rama, për Edi Ramën Kosova është pjesë e Serbisë. Është pjesë e Serbisë, zotëri. Edi Rama është katolik, ortodoks, nuk e di çifut, se ka 100 fe, vetëm musliman nuk thot. Pra, Edi Rama u shërben atyre qarqeve. Edi Rama është, prapë po e them, është anti-shqiptari më i madh që ka dalë deri më sot në këto 30 vjet. Zoti Islami, si e parashikoni sezonin e ri politik dhe çfarë do pritet të bëjë Spaku konkretisht me dosjet e nxehta dhe cilat janë ato emra që mund të godas nga shtatori e tutje? Sa kohë që do jetë Edi Rama në politikë, Spaku është i vdekur. Shkurt. Si mendoni, çfarë do ndodh me ikjen e Altin Dumanit në dhjetor? Do bën një Altin Duman tjetër që do bëj ato që nuk ka bërë, që do veprojë siç ka vepruar Altin Dumani deri tani. Por shqiptarët kanë shpresa më shumë tek Altin Dumani, duke qenë se cilësojnë si njeri guximtar dhe trim në goditjen e ku na doli kaq figurave politike. Po kush ky trim i madh? Gjergje Lezalia ky Dumani, pa më thënë çka bën? Ku tregoi trimëri? Ka goditur një sër figurash politike, duke nisur nga Arben Ahmetaj. Por zotri, ata i ka goditur vetë Edi Rama, si ka goditur Edi Rama, si është vërtet. Ata janë goditur me lejnë dhe me urdhër të Edi Ramës për të hequr të shpitarët e hajdutulqeve dhe të krimeve që ka bërë. Jo, si ka bërë Dumani ata, jo. Po çka ka bërë Dumani ata? Asnjë gjë, një vrimnuj. Pse nuk e akuzon Sali Berishën? Një vrimnuj ka bërë deri tani. Byra kombëtare e timeve, sipas të thënave, nuk e di se i ndiqni dhe ju mediat, i ka dosjet kapicë në për atje të dorëzuarat e Spaku. Edi Rama, ai Dumani çfarë po bën? Pse nuk i ekzekuton? Jo zotëri, jo, Altin Dumani është dora e Edi Ramës dhe e pasardhësve të sigurimit të shtetit në shërbimin sekret shqiptar. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën, më falni se shpeshherë ndoshta ngrëdhet toni, po njeri gjallë jam dhe unë, kam dhe unë ato problemet e mia shpirtërore që nga që nuk kam fuqi të luftoj të vënë gjëra në përvende, ngre zërin. Ju kërkoj ndjes për ngritjen e zërit. Të dashur shikues, bashkë do shimin e intervistat tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.